Njohja e Perëndisë nga James Inel Packer. Ky libër vjen në audio nga Instituti Biblik i Shqipërisë, i përdorur me leje. Për të dëgjuar libra të tjerë audio, vizitoni faqen tonë ibsh.al dhe Instituti Biblik i Shqipërisë në YouTube dhe Facebook. Njohja e Perëndisë nga James Inel Packer, një naracion nga Mariol Dundo. Kapitulli i parë. Studimi i Perëndisë. Më 7 janar 1855, shërbestari i kishës në New Park Street, në South Park të Anglisë, e hapi predikimin e tij me fjalët e mëposhtme. Dikush ka thënë se studimi i duhur i njerëzimit është njeriu. Nuk do ta kundërshtoj këtë ide, por unë besoj se është po aq e vërtet të themi se studimi i duhur i të zgjedhurve të Perëndisë është Perëndia. Studimi i duhur i të krishterit është hyjnia. Shkenca më e lartë, arsyetimi më i lartë, filozofia më e madhërishme që mund të përfshijë vëmendjen e një fëmije të Perëndisë është emri, natyra, personi, veprat dhe ekzistenca e Perëndisë madhështor, të cilin ai e thërret atë. Ka diçka jashtëzakonisht të dobishme për mendjen në mendimin e hyjnisë. Kjo është një temë aq e gjerë sa që gjithë mendimet tona humbasin në paanësinë e saj. Aq e thellë sa që krenaria jonë mbytet në pafundësinë e saj. Temat e tjera mund t'i kuptojmë dhe të përleshemi me to. Në to ndjejmë një lloj vetkënaqësie dhe largohemi duke menduar: shiko sa i mençur që jam. Por kur i afrohemi kësaj shkence kryesore, zbulojmë që thellësi matësi, plumçi ynë, nuk mund t'i arrijë dot thellësitë e saj, dhe që as sytë e shqiponjës nuk mund të shohin dot lartësitë e saj. I largohemi mendimit se njeriu në kotësinë e tij mund të mbahet me të madh, kur ai s'është veç se si puna e kërriçit të gomarit të egër, dhe shpallim bashkë me mikun e Jobit, se ne në të vërtet i përkasim së djeshmes dhe ne nuk dim asgjë, sepse ditët tona mbi tokë janë si një hije. Asnjë temë tjetër meditimi nuk do të ketë një ndikim më përulës për mendjen se sa mendimet për Perëndinë. Mirë po, ndërkohë që kjo temë e përul mendjen, ka gjithashtu edhe një efekt zgjerues. Ai që mendon shpesh për Perëndinë do të ketë një mendje më të gjerë se sa njeriu që thjesht çapitet rreth botës së vet të vogël. Studimi më i shkëlqyer për ta zgjeruar shpirtin është shkenca e Krishtit dhe atij të kryqëzuar, si dhe njohuria e hyjnisë në Trinin e lavdishme. Asgjë tjetër nuk do ta zgjeroj aq shumë intelektin, asgjë nuk do ta fisnikroj aq shumë shpirtin e njeriut, se sa një hulumtim i devotshëm, i zellshëm dhe i vazhdueshëm i temës madhështore të hyjnisë. Përveç se përulëse dhe zgjeruese, kjo temë është gjithashtu tepër ngushëlluese. Në meditimin e Krishtit gjejmë një balsam për çdo plag. Në përsjatjen e Atit ka një ngushëllim për çdo breng, dhe në ndikimin e frymës së shenjtë ka një ilaç për çdo burrat. A dëshiron të shpëtosh nga pikëllimi? A dëshiron t'i hedhësh te shqetësimet e tua? Atëherë shko dhe zhytu në thellësinë e detit të hyjnisë. Humb në pafundësinë e tij, dhe kështu do të dalësh i rifreskuar dhe i gjallëruar sikur të ishe ngritur nga shtrati i prehjes. Nuk di të ketë ndonjë gjë tjetër që mund ta ngushëllojë aq shumë shpirtin, që t'i qetësoj aq shumë tallazet e brengës dhe pikëllimit, e t'i kthej në bunat tufanet e sprovave, se sa përsjatja e devotshme mbi temën e hyjnisë. Kjo është tema të cilën ju ftoj që ta shqyrtojmë këtë mëngjes. Këto fjalë që u shqiptuan më shumë se një shekull më parë nga C.H. Spurgeon, i cili në atë kohë pabesueshmërisht ishte vetëm 20 vjeç, ishin të vërteta atëherë dhe janë të vërteta edhe tani. Ato shërbejnë si një hyrje e goditur për një seri studimesh mbi natyrën dhe karakterin e Perëndisë. Kujt i hyn në punë teologjia? Prit pak, mund të thotë dikush, më thuaj diçka. A është me të vërtetë i nevojshëm ky udhëtim që po bëhemi gati të nisim? E dim që në kohën e Spurgeonit, teologjia u dukej njerëzve interesante, por mua më duket e mërzitshme. Pse të harxoj dikush kohë sot për t'ju futur studimit që po na propozon ti? Sigurisht që një besimtar i thjesht mund t'ja dalë edhe pa këtë. Në fund të fundit, tani jetojmë në shekullin e 21 dhe jo në të 19. Pyetje me vend. Mirë po unë mendoj se ka një përgjigje bindse për të.
personi i cili e shtron pyetjen duket qartë që po supozon se një studim i natyrës dhe i karakterit të Perëndis do të jetë teorik dhe pa lidhje me jetën. Në fakt, ky është projekti më praktik në të cilin mund të përfshihet ndokush. Njohja e Perëndis është e një rëndësie kritike për të jetuarit e jetës sonë. Ashtu siç do të ishte një trajtim mizor për një burr nga fiset e Amazonës që ta sillnim në Londër dhe pa i dhënë asnjë shpjegim, ta çonim në sheshin Trafalgar dhe ta linim aty, dhe të prisnim që dikush që nuk di një fjalë anglisht dhe që se ka fare iden për Anglinë, t'ia dilte vet. Po kështu, do të tregoheshim mizor me veten tonë nëse përpiqemi që të jetojmë në këtë botë pa e patur iden për Perëndin. Duke qenë se kjo është bota e tij dhe qeveriset prej tij. Bota kthehet në një vend të çuditshëm, të çmendur dhe të dhimbshëm, dhe jeta në të bëhet një punë zhgënjyese dhe e pakëndshme për ata që nuk e kanë iden për Perëndin. Shpërfilleni studimin e Perëndis, por në këtë mënyrë do ta dënoni veten tuaj që të çapiteni dhe të pengoheni duke ecur përgjatë gjithë jetës si me syt mbyllur, duke mos pasur asnjë ndjesi drejtimi dhe pa kur far kuptimi për çfarë ju rrethon. Kështu e çoni dëm jetën tuaj dhe humbisni shpirtin tuaj. Prandaj, duke dalluar që studimi i Perëndis ja vlen, le të bëhemi gati për të filluar. Mirëpo nga t'ja fillojmë? Sigurisht që mund të fillojmë vetëm nga aty ku gjendemi. Megjithatë, kjo do të thotë që të fillojmë në mes të stuhisë, sepse në kohën tonë, doktrina e Perëndis është kthyer në epiqendrën e një stuhie. I ashtu quajturi debat rreth Perëndis, me sloganet e tij bombastike, duhet ta heqim qafe imazhin ton për Perëndin. Perëndia ka vdekur. Mund ta këndojmë besoren, por nuk mund ta rrëfejmë atë. Po fryn furishëm rreth e qarknesh. Na thuhet se të folurit për Perëndin, siç është praktikuar historikisht nga të krishterët, është një farë marrëzie e hollë, dhe se njohuria për Perëndin është realisht jo ekzistente. Mësimeve të tilla që rrëfejnë një njohuri si kjo, u hiqet vizë si të prapambetur. Kalvinizëm, fundamentalizëm, skolaricizëm protestant, ortodoksi e vjetër. Çfarë të bëjmë në këtë situatë? Nëse e shtyjmë për më vonë udhëtimin ton derisa të kalojë stuhia, mund të mos e nisim kurrë atë. Ja cili është propozimi im. Ju e dini se si shtektari i Bunjanit, kur gruaja dhe fëmijët po i bënin thirrje që ta braktiste udhëtimin që kishte nisur, i mbylli veshët me gishta dhe vrapoi duke thirrur: Jetë e përjetshme. Ju kërkoj që tani t'i mbyllni veshët ndaj atyre që ju thonë se nuk ka asnjë shteg drejt njohurisë për Perëndin. Të bëni një copë rrugë me mua dhe të shihni vetë. Në fund të fundit byreku vlerësohet duke e shijuar, dhe kushdo që është realisht duke ndjekur një rrugë të cilën e ka njohur, nuk do të shqetësohet fort nëse dëgjon ata të cilët as nuk e kanë nisur fare këtë udhëtim t'i thonë njëri tjetrit se nuk ekziston ndonjë rrugë e tillë. Prandaj, me stuhi apo pas stuhi, ne do ta nisim udhëtimin ton. Mirëpo çfarë hapash do të ndjekim? 5 të vërteta bazë, 5 parime themelore të njohjes për Perëndin, të cilat të krishterët i kanë, do ta përcaktojnë drejtimin ton përgjatë këtij udhëtimi. Ato janë si më poshtë. E para, Perëndia i ka folur njeriut dhe Bibla është fjala e tij, e cila na është dhënë për të na bërë të urtë për shpëtimin. E dyta, Perëndia është Zot dhe mbret mbi botën e tij. Ai i sundon të gjitha gjërat për lavdinë e tij, duke i shpalosur për sosmëritë e tij në gjithçka që bën, në mënyrë që njerëzit dhe engjëjt të mund të admirojnë dhe adhurojnë atë. E treta, Perëndia është shpëtimtar. Ai vepron me dashuri sovrane përmes Zotit Jezu Krisht, për t'i shpëtuar besimtarët nga faji dhe nga fuqia e mëkatit, për t'i birësuar ata si fëmijët e tij dhe për t'i bekuar gjithashtu. E katërta, Perëndia është triun. Brenda hyjnisë ekzistojnë 3 persona: Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Dhe vepra e shpëtimit është një vepër në të cilën të 3 ata veprojnë bashkë. Ati planifikon shpengimin, Biri e siguron atë dhe Fryma e zbaton. Dhe e pesta, perëndishmëri do të thotë të reagosh ndaj zbulesës së Perëndis me besë dhe bindje, besim dhe adhurim, lutje dhe lavdërim, nënshtrim dhe shërbim.
Jeta duhet të shihet dhe të jetohet në dritën e fjalës së Perëndis. Kjo është feja e vërtet dhe asgjë tjetër. Në dritën e këtyre të vërtetave bazë dhe të përgjithshme, do të shqyrtojmë me hollësi se çfarë na tregon Bibla në lidhje me natyrën dhe karakterin e Perëndis, për të cilin kemi qenë duke folur. Ne gjendemi në pozitën e udhëtarëve që, pasi e kanë vëzhguar një mal të lartë prej së largu, kanë udhëtuar rreth tij, dhe duke parë se si ai mbizotëron peizazhin dhe përcakton tiparet e krahinës rurale përreth, tani i afrohemi drejt për drejt, me qëllim që t'i ngjitemi. Temat bazë. Si do të jetë ngjitja? Cilat janë temat për të cilat do të mendojmë? Do të na duhet të trajtojmë hyjninë e Perëndis, ato cilësi të hyjnisë të cilat e dallojnë Perëndin nga njerëzit dhe që përshkruajnë dallimin dhe distancën mes krijuesit dhe krijesave të tij. Cilësi të tilla si vetë ekzistenca e tij, pafundësia e tij, përjetësia e tij, pandryshueshmëria e tij. Do të na duhet të trajtojmë fuqitë e Perëndis, gjithë pushtetin e tij, gjithë dijen e tij, gjithë praninë e tij. Do të na duhet të trajtojmë përsosmëritë e Perëndis, ato aspekte të karakterit të tij moral që manifestohen në fjalët dhe në veprat e tij, shenjtërinë e tij, dashurinë dhe mëshirën e tij, besnikërinë e tij, mirësinë e tij, durimin e tij, drejtësinë e tij. Do të na duhet të vërejmë se çfarë i pëlqen atij, çfarë i andez zemërimin, çfarë i fal kënaqësi dhe gëzim. Për shumë prej nesh këto janë tema relativisht të panjohura, por nuk kanë qenë gjithmonë të tilla për popullin e Perëndis. Një herë një kohë, tema e atributeve të Perëndis, sikurse quhej dikur, vlerësohej si kaq e rëndësishme sa të përfshihej në katekizëm, i cili u mësoi të gjithë fëmijëve në kish dhe pritej që të gjithë të rriturit ta dinin. Prandaj, pyetja e 4 e katekizmit të shkurtër të Westminsterit thotë: çfarë është Perëndia? Dhe përgjigja është: Perëndia është frym, i pafundëm, i përjetshëm dhe i pandryshueshëm në qenien, urtësinë, fuqinë, shenjtërinë, drejtësinë, mirësinë dhe të vërtetën e tij. I madhi Charles Hodge e përshkruan këtë deklaratë si ndoshta përkufizimi më i mirë për Perëndin i shkruar ndonjëherë nga dora e njeriut. Megjithatë, të pakt janë ata fëmijë që sot rriten me katekizmin e shkurtër të Westminsterit dhe fare pak adhurues modern do të kenë dëgjuar ndonjë seri predikimesh që të flasë për doktrinën e karakterit hynor, siç bënte dikur Charnock në vëllimin e tij masiv, fjalime mbi ekzistencën dhe atributet e Perëndis. Discourses on Existence and Attributes of God, 1682. Të pakt janë ata që kanë dëgjuar ndonjëherë një mesazh të thjeshtë dhe të drejtë për drejtë mbi temën e natyrës së Perëndis, pasi në kohën e sotme, zorse mund të gjesh ndonjë shkrim të tillë. Prandaj, edhe shpresojmë që eksplorimi i temave të lartë përmendura të na jap mjaft material të ri për të menduar, si edhe ide të reja për të medituar e përvetësuar. Njohuria e zbatuar. Pikërisht për këtë arsye, përpara se ta nisim ngjitjen tonë të këtij mali, kemi nevojë të ndalojmë dhe t'i bëjmë vetes një pyetje themelore. Në fakt, një pyetje të cilën duhet t'ja bëjmë vetes kurdoherë që nisim ndonjë temë studimi në librin e shenjtë të Perëndis. Pyetja ka të bëjë me motivet dhe qëllimet tona si student. Kemi nevojë të pyesim veten: cili është synimi im përfundimtar në të menduarit për këto gjëra? Çfarë kam për qëllim që të bëj me njohurinë time për Perëndin pasi ta kem arritur atë? I bëjmë këto pyetje sepse fakti me të cilin duhet që të përballemi është ky. Nëse e kërkojmë njohurinë teologjike thjesht për hir të njohurisë, gjërat do të shkojnë keq për ne. Kjo do të na bëjë krenar dhe mburravec. Vetë madhështia e kësaj teme do të na deh dhe do të fillojmë ta mendojmë veten si një shtresë më lart se të krishterët e tjerë për shkak të interesit që kemi për këtë temë dhe zotërimit të saj nga ana jonë. Kështu do t'i përçmojmë të gjitha ata, idet teologjike të cilëve na duken si të papërpunuara dhe të mangëta, dhe kështu do t'i shpërfillim si specie shumë të dobta. Ashtu siç u tha edhe Pali Korintësve, njohuria fryn, në qoftë se dikush mendon se di diçka, ai nuk njeh ende asgjë sikundër duhet të njohë. 1 Korintësve kapitulli 8 vargjet 1 dhe 2.
Preokupimi për të fituar njohuri teologjike si synim në vetvete, pra ti qasesh Biblës pa ndonjë synim më të lartë se sa ti dish të gjitha përgjigjet, është rruga më e shkurtër drejt vetmashtrimit që i ka hipur vetja në qef. Duhet që t'i ruajmë zemrat tona nga një qëndrim i tillë dhe të lutemi që të shpëtojmë prej tij. Sikurse e pam edhe më herët, nuk mund të ketë shëndet frymëror pa patur njohuri doktrinore. Është po aq e vërtet që nuk mund të ketë shëndet frymëror me të nëse njohuria kërkohet për qëllimet e gabuara dhe vlerësohet me standardet e gabuara. Kështu, studimi doktrinor mund të bëhet me të vërtet rrezik për jetën frymërore dhe, ashtu si edhe korintasit e lashtë, edhe ne sot kemi nevojë që të ruhemi nga ky rrezik. Por mund të thotë dikush, a nuk është fakt se dashuria për të vërtetën e zbuluar të Perëndisë dhe dëshira për të njohur sa më shumë prej saj vijnë natyrshëm tek çdo person që ka lindur sërish? Shih Psalmin 119. Më mëso statutet e tua, hapi sytë e mi, dhe unë do të sodis mrekullitë e ligjit tënd. O sa shumë e dua ligjin tënd. Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time. Janë më të ëmbla se mjalti në gojën time. Më jep mendje që të mund të njoh porositë e tua. Vargjet 12, 18, 97, 103 dhe 125. A nuk digjen nga dëshira të gjithë fëmijët e Perëndisë, ashtu si psalmisti, për të mësuar sa më shumë që të munden për atin qiellor? A nuk është fakti që kemi marrë një dashuri për të vërtetën e tij, në të vërtet një nga provat që jemi lindur sërish? Shih edhe 2 Thesalonikasve kapitulli 2 vargu 10. A nuk është me vend që të përpiqemi ta plotësojmë këtë dëshirë të dhënë nga Perëndia? Po, sigurisht që është kështu. Por nëse e shihni sërish Psalmin 119, do të vini re se shqetësimi i psalmistit për të fituar njohuri për Perëndin nuk ishte një shqetësim teorik, por praktik. Dëshira e tij më e lartë ishte që ta njihte dhe ta shijonte vetë Perëndin. Prandaj, e vlerësonte njohurinë për Perëndin thjesht si një mjet për të arritur këtë qëllim. Ai dëshironte që ta kuptonte të vërtetën e Perëndisë në mënyrë që zemra e tij të reagonte ndaj saj dhe që jeta e tij të përshtatej me të. Vini re theksin e vargjeve hyrëse. Lum ata që kanë një rrugë pa njollë dhe që ecin në ligjin e Zotit. Lum ata që respektojnë mësimet e tij, që e kërkojnë me gjithë zemër. Oh, rrugët e mia qofshin të qëndrueshme në respektimin e statuteve të tua. Vargjet 1, 2 dhe 5. Psalmisti ishte interesuar për të vërtetën dhe ortodoksin, për mësimin dhe teologjinë biblike. Jo si synime në vetvete, por si mjete drejt synimeve më të larta të jetës dhe të perëndishmërisë. Meraku i tij më i madh ishte njohja dhe shërbimi ndaj Perëndisë madhështor, të vërtetën e të cilit ai përpiqej që ta kuptonte. Ky duhet të jetë edhe qëndrimi ynë. Synimi ynë në studimin e hyjnisë duhet të jetë që ta njohim më mirë vetë Perëndin. Shqetësimi ynë duhet të jetë thellimi i njohjes son, jo thjesht doktrina e atributeve të Perëndisë, por vetë Perëndia i gjallë, atributet e të cilit po studiojmë. Duke qenë tema e studimit ton dhe ndihmësi ynë në këtë përpjekje, po kështu, ai duhet të jetë edhe synimi ynë në këtë studim. Në studimin e Perëndisë duhet të kërkojmë që të udhëhiqemi te Perëndia. Për këtë qëllim, udha zbulesa dhe për këtë qëllim duhet ta përdorim edhe ne. Meditimi mbi të vërtetën. Si ta bëjmë këtë gjë? Si mund ta kthejmë njohurinë tonë për Perëndin në njohje të Perëndisë? Rregulli për ta bërë këtë gjë është i thjeshtë por kërkues. Rregulli është që çdo të vërtetë që mësojmë për Perëndin ta kthejmë në një temë meditimi përpara Perëndisë, e cila na çon në lutje dhe lavdërim të Perëndisë. Ndoshta kemi disa ide se ç'është lutja. Po meditimi çfarë është? Kjo është një pyetje me vend, sepse meditimi është një art të cilin e kemi humbur dhe të krishterët vuajnë shumë nga mosnjohja e kësaj praktike nga ana e tyre. Meditimi është veprimtaria e sjelljes në mendje, e të menduarit vazhdimisht, e qëndrimit në një temë, e zbatimit për veten, i gjërave të ndryshme që dikush njeh nga veprat, udhët, qëllimet dhe premtimet e Perëndisë. Kjo është veprimtaria e mendimit të shenjtë, i cili mendohet në mënyrë të vetëdijshme në praninë e Perëndisë,
në nënvështrimin e Perëndis, me ndihmën e Perëndis, si mjet komunikimi me Perëndin. Qëllimi i tij është që ta qartësoj pamjen mendore dhe frymërore që personi ka për Perëndin, dhe ta lejoj të vërtetën e tij të ushtrojë ndikimin e saj të plot dhe të duhur mbi mendjen dhe zemrën e tij. Kjo do të thotë që ti flasësh vetes për Perëndin dhe për veten. Në të vërtetë meditimi shpesh është çështje argumentimi me veten, në mënyrë që përmes arsyetimit të dalësh nga gjendja e dyshimit dhe mosbesimit dhe të arrish një kuptim më të qartë për fuqinë dhe hirin e Perëndis. Efekti i meditimit është që gjithmonë na përul, teksa përsjatim mbi lavdinë dhe madhështinë e Perëndis dhe mbi vogëlsinë dhe mëkatshmërinë tonë, si dhe duke na inkurajuar dhe siguruar sërish, pra duke na ngushëlluar në kuptimin e lashtë, të fortë dhe biblik të fjalës, ndërkohë që përsjatim mbi pasurinë e pahulumtueshme të mëshirës hyjnore që na është shpalosur në Zotin Jezu Krisht. Këto ishin pikat që u theksuan nga Spurgeon në pjesën e cituar në fillim, të cilat janë të vërteta. Prandaj, ndërkohë që hyjmë gjithnjë më thellë në këtë përjetim të përuljes dhe lartësimit, njohja jone e Perëndis rritet, dhe bashkë me të rritet edhe paqja, forca dhe gëzimi ynë. Prandaj, Perëndia na ndihmoft që ta përdorim për këtë qëllim njohurinë për Perëndin, që të gjithë ne të mund ta njohim Zotin me të vërtetë.